A është marrë ndonjëherë mas dëbimin nga shteti huaj? Jo, thot Irena me 5 mbiemra, por këtu shqiptarë duhet të mësojnë se kjo delinkuente me datën 31/3/2003 ka firmosur tek noteri Feyzo Behaj prokurën për vete duke u paraqitur dhe si bashkëshortja e Stefan Gjokës. Në fakt, certifikat në martesë ka një 3 vjetë mbrapa. 3 vite mbrapa certifikat e martesës. Pra, autorizon të drejt përfaqësimi Andon Ikonomu, avokat me siguri, të paraqes çdo lloj prove të nevojshme, si dhe të nënshkruaj të marrë në dorëzim çdo lloj akti që është i nevojshëm për heqjen e masës së dhënë. Ne, thot, të përfaqësuarit Stefan Gjoka, Irena Maneku, bashkëshortja Stefan Gjokës, mashtrim me certifikat. Po nëse martesa është edhe çështje dashurie, doktor, jo vetëm. Ajo thoshte e dashura. Ajo, ato klasifikohen ndryshe. Ose bashkëjetuesja. Por këtu thot bashkëshortja, Pristi, me banim në qytetin e Firit autorizoi zotin Andon Konomi, me banim në Patra Aleksandr Ypsilandi, me letër njoftim AQKaq na përfaqësoi ne pranë Ministrisë Rendit Publik në Athinë, Greqi dhe në çdo institucion tjetër të nevojshëm. Për heqjen në lidhje me heqjen e masës ndalimit të hyrjes të dhënë prej nesh në mënyrë të paligjshme etj. Me radhë. Çfarë vërteton ky dokument, zoti Berisha? Ky dokument vërteton se ajo është burr nga shteti grek 1. Vërteton se ajo është dënuar nga shteti grek 2. Se ajo ka mashtruar shtetin shqiptar, qoftë për dënimin, qoftë për dëbimin. Besoj se nuk ka, dhe ajo ka autorizuar, sepse kjo publikisht e ka mohuar, ju keni dëgjuar, që kur s'kam patur gjëra të tilla. Ndërkohë ka paguar prokur, ka marrë prokur për të heqë këto masa. Besoj se ka gjë më shumë se kaq. Nuk mund të bëjnë, nuk mund të ketë mashtrim më ordiner dhe më të dënueshëm se ky, sepse këtu ka një formular të cilin sigurisht ja mbyll Ljubia. A është marrë ndonjëherë për ju masë të bimit nga një shtet i huaj? Jo. A jeni dënuar me burgim në vendin gjyqësor, jo përfundimtar nga një autoritet gjyqësor shqiptar ose i huaj? Jo. Ndërkohë unë solla këtu para jush me vull apostile dokumentin e gjykatës Janins, sa ajo është dënuar 3 muaj burg. Pra, si të shifni, gjykata speciale kryesohet nga kriminal special. Dhe që e vërteta është nuk është e vetme. Tani, për media. Zoti Berisha, prej ditësh ju denonconi... Priti minutë. Shpërndajmë vetë, zoti Berisha. Duhet ja u shpërndaj ju këto. Asi shpërndajmë vetë. Vetë, po vetë në mënyrë të organizuar. Zoti Berisha, prej ditësh ju denonconi shitblerjen e votës dhe krimin zgjedhor, apo përgatit Partia Demokratike një dosje me të dhëna konkrete për ta paraqitur pranë institucioneve të drejtësisë atë që ju e konsideroni si masakrën zgjedhore të 11 majit? Partia Demokratike, siç mund ta dish ti, ka dorëzuar gjatë fushatës elektorale mbi 15 padi, të cilat natyrisht do të kenë fatin e të gjitha padive tjera, sepse në krye të amnistisë së krimit elektoral qenon ai që amnistoi dosjet 184 dhe 138 apo 39 qenon vet Altin Dumani,
shërbëtor, i shpifur, i Ulsi Manjas dhe Arben Rakipit, i keq përdorur në shkallë ekstreme nga Edi Rama.